Sot në ditën ndërkombëtare të Romëve ndodhem këtu në një familje që i ka lënë shtetin në harres se këtu nuk ka shtet. Se po të kishte shtet, normalisht nuk do kishte edhe të varfër. Minan. Dikle, nonës Seqerella. Që të thonë ti niko? Tequila vava. Ja si laç mora vesh. Tu shiqi mando. Që po thua la? Tu ka rafti bulla, tu shiqi mando. Më shaje se ka qenë, o Niko? Arsyeja që kam ardhur sot këtu është sepse në datën 11 maj, kur neve të vim në pushtet, Jo. s'do ketë më asnjë njeri të varfër. Në pushtet jena. Që po thu? Apo domethënë nëse nëse arroba e ta filloj edhe një herë. Atëherë kur në datën 11 maj, kur ne të rimarim prap pushtetin, Dilm temër la, për herë të katërt, nuk do ketë më kështu varfërira siç edhe thash, domethënë do t'i japim gjërave drejtim. Kështu tekstin. Do jenë gjëra drejt. Domethënë nuk do ketë më. Ne fike se e djallos. Ose kape edhe një nga fillimi. Domethënë kur ne të vim në pushtet prap për sëri, do jetë lek usheshit. Do kenë aq lek njerëzit sa do vënë edhe 500 çkën te Petaniku ose në Lakror kështu. Çe të thonë valla. Piles Lakrori, përveç se me presh, do jetë edhe me në Arden. E ke parasysh? O Niko. Domethënë pasurie gjëra të tilla. Çe po thua valla? Gjithsesi, mos harroni votoni numrin 5. Stop, ta kapim edhe herë Nikos. Ta kapim edhe herë nga fillimi se s'kemi pirë kafe. Mirë, hajde, edhe herë ka fillimi. Flasim kështu kot më kot. Hajde mos u mërzit.